Të dashur rotarian, rotaraktor, interaktor dhe miq të distriktit 2485. Marsi është muaji i ujit dhe higjienës, një nga fushat kryesore të fokusit të Rotary International. Uji i pastër dhe higjiena mirë nuk janë thjesht nevoja bazë, por edhe elemente thelbësore për shëndetin, zhvillimin dhe dinjitetin njerëzor. Është një kohë ideale për të reflektuar mbi rëndësinë e këtij burimi jetësor dhe për t'u angazhuar edhe më shumë për komunitetet tona, veçanërisht ato në nevojë. Në distriktin 2485, përmes aktiviteteve tona, ne si Rotary patëm mundësinë të bëjmë ndryshime të prekshme, duke ndihmuar me aktivitete ndërgjegjësuese për rëndësinë e ujit të pastër dhe kushteve të sigurta sanitare. Falenderojmë të gjitha klubet që gjatë këtij muaji organizuan aktivitete sensibilizuese dhe konkrete që lidhen me këtë kauzë etike, duke inkurajuar klubet e tjera që këto aktivitete të vazhdojnë gjatë gjithë vitit, për të rritur edhe më shumë ndërgjegjësimin dhe ndikimin pozitiv në komunitet. Këtë ditë patëm kënaqësinë e madhe të mirëpresim presidenten e Rotary International, Stefani Urçik, e cila vizitoi Shqipërinë dhe Kosovën. Gjatë kësaj vizite të veçantë zhvilluam vizita në disa projekte të rëndësishme, si dhe hapëm zyrtarisht samitin ndërkombëtar Shtigje të Rotary. Samiti për ndërmarrësi, leadership në biznes dhe për shoqëri profesionale, që mblodhi rreth 200 lider. Presidentin Urçik, drejtues të njohur, ekspert dhe rotarian nga vende të ndryshme. Ky summit krijoi mundësinë e shkëmbimit të ideve dhe praktikave të suksesshme për leadershipin, në ndërtimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme dhe më të mirë për vendet tona. Gjatë kësaj periudhe, së bashku me klubet e konsoliduara dhe ato të sapo formuar Interact, zhvilluam aktivitete të shumta sensibilizuese mbi rëndësinë e ujit dhe higjienës. Këto aktivitete u realizuan gjatë pranimisë së presidentes Urçik, duke shërbyer si një mundësi e shkëlqyeshme për të rritur ndërgjegjësimin në komunitetet tona, për të frymëzuar të rinjët dhe për të përçuar mesazhin ton mbi rëndësinë jetike të ujit dhe higjienës. Ju falenderoj përzemërsisht për angazhimin tuaj dhe ju ftoj të vazhdojmë së bashku realizimin e projekteve të qëndrueshme, të dobishme dhe me ndikim pozitiv në shoqëri.